Horoskopi 1 nëntor 2025, Dashi, sot Dashi hëna e sotme ju inkurajon të kushtoni vëmendje botës tuaj të brendshme dhe të pranoni nevojën për të tërhequr pak energji për të rikuperuar. Ky është një moment për të lënë pas shqetësimet e panevojshme dhe ndjenjat e fajit, për të qartësuar vizionin tuaj dhe për të rifituar qetësinë, por ndërsa dita avancon, tranziti Venus mund të sjellë pak pasiguri tek ju apo tek njerëzit përreth jush. Mund të ndjeni të prekshëm ose të dyshoni për ndjenja dhe angazhime të rëndësishme. Mos lejoni që këto shqetësime të vagabondojnë në mendje dhe t'ju frenojnë në vendimet e mëdha. Ndonjëherë është më mirë të prisni për një ditë më të qetë për çështje me rëndësi. Nëse sot ndjeni të lënduar ose të cenueshëm, shikojeni si një mundësi për të eksploruar dhe për të gjetur mënyra për t'i riparuar këto pika të buta të brendshme. Kujdesi dhe reflektimi i qetë janë çelësi për të ecur përpara me siguri. Demi. Sot hëna e sotme ju inkurajon të përqafoni dëshirën për të lidhur me të tjerët. Kultivimi i miqësive të vërteta mund të jetë jashtëzakonisht shpërblyes tani, megjithatë, ndërsa dita avancon, disa ndërveprime mund të jenë pak delikate. Ndonjëherë mund të ndjeni se nuk po vlerësoheni plotësisht ose nuk po merrni atë që ju nevojitet nga të tjerët. Kjo mund të lidhet me tranzitin Venus, që sjell reflektim mbi marrëdhëniet dhe vetvlerësimin tuaj. Por ngjarjet e ditës mund të thellojnë kuptimin tuaj për angazhimin ndaj kujdesit për vetveten. Nëse keni investuar shumë energji në diçka që nuk po ju rikthen, sot mund të ndjeni nevojën për ndryshime. Sa më shumë që të jetë e mundur, shtyni vendimet e mëdha për një moment tjetër, veçanërisht nëse ndjeni të hutuar ose të zbeth emocionalisht. Kujdesi dhe reflektimi i qetë janë çelësi për të kuptuar se ku duhet të fokusoni energjinë tuaj. Binjakët, hëna e sotme ju inkurajon të përqafoni përgjegjësitë tuaja dhe të merrni iniciativë në çështjet praktike të jetës. Ky është një moment i favorshëm për të marrë drejtimin dhe për të organizuar rutinat tuaja. Megjithatë, ndërsa afrohemi tek tranziti Venus, Qiron, i cili rrit ndjeshmërinë, keni parasysh se njerëzit mund të reagojnë më personalisht se sa zakonisht. Ndërveprimet sociale mund të jenë pak të tensionuara dhe kjo mund t'ju shtyjë drejt teprimeve, siç janë veprime impulsive që ndoshta nuk ju shërbejnë. Merrni pauza shtesë, pushoni kur mundeni dhe kushtoni vëmendje ndjenjave që dalin sot. Edhe pse mund të duken si thjesht kapriçjo të momentit, ato ndoshta fshehin çështje të pasgjidhura ose të anashkaluara nga e kaluara. Ky është një ditë për vetreflektim dhe kujdes të vetvetes, duke ju ndihmuar të dalloni se cilat impulset janë të vërteta dhe cilat thjesht kërkojnë qetësi dhe distancim. Gaforja, hëna e sotme ju inkurajon të shtriheni përtej kufive ose rutinave tuaja të zakonshme. Ky është një moment për të përqafuar nevojën për të ushqyer shpirtin dhe për të kujdesur më thellë për veten. Megjithatë, mund të lindin disa vështirësi të vogla në lidhjen me të tjerët, veçanërisht gjatë ditës. Ndërgjegjësimi i destinacionit tuaj dhe qëndrimi i sigurt në marrëdhënie mund të sjellë konfuzion. Edhe ashtu, çështjet e marrëdhënieve, sidomos ato familjare që arrin kulmin sot, mund t'ju ndihmojnë të kapërceni një pengesë të rëndësishme. Pas kësaj, rruga është më e qartë dhe më e lehtë për të ecur përpara. Ky është një pikë kthese. Vendimet e mëdha janë më mirë të shtyhen nëse është e mundur. Kërkoni përgjigje brenda vetes dhe merrni kohën që ju duhet për të arritur përfundime të qeta dhe të menduara mirë. Luani, hëna e sotme ju inkurajon të kushtoni vëmendje të veçantë nevojave tuaja shpirtërore dhe emocionale. Ky është një moment për të përqafuar më plotësisht dëshirën tuaj për fokus dhe për qëndrim në diçka të veçantë në jetën tuaj. Megjithatë, ndërsa dita avancon, mund të ndiheni të pasigurt ose të përballeni me çështje të pasgjidhura. Mendja juaj mund të kthehet drejt situatave që ndihen të padrejta ose të pabarabarta. Tranziti Venusit mund të sjellë komunikime që nuk shprehin atë që ndjeni vërtet, ose mund të lexoni më shumë se sa duhet mesazhet e të tjerëve. Reagimet ndaj këtyre ndjenjave mund të kenë ndikim më të madh se sa dëshironi. Megjithatë, ju keni një fuqizim shtesë për të vëzhguar dobësitë në plane dhe situata. Dhe ky është momenti për të vendosur të riparoni ose forconi ato ndërsa ecni përpara.
Ditë për vetëdijësim, analizë dhe vendime të qeta, të menduara mirë. Virgjëresha, hëna e sotme ju inkurajon të gjeni një perspektivë të balancuar ose të riktheni ekuilibrin në jetën tuaj duke u lidhur me të tjerët. Arritja e një kompromisi mund të jetë jashtëzakonisht kënaqësore, dhe ky është një moment për të përqafuar nevojën tuaj për lidhje me të tjerët. Ju mund të kërkoni stimuj emocional ose ndjenjë sigurie nga njerëzit rreth jush, megjithatë, ndërsa dita avancon, tranziti Venusit sjell në fokus ndjeshmëritë tuaja, veçanërisht rreth financave dhe çështjeve të zemrës. Nuk është gjithmonë e lehtë të dalloni nëse keni nevojë për rehati dhe njohuri të njohura apo për emocion dhe eksitim. Vendimet mund të jenë të nxitura nga emocionet, frika ose pasiguria, prandaj mund të jetë më mirë të prisni një ditë më të qartë për të marrë vendime të rëndësishme. Nëse dikush nuk e sheh situatën tuaj të sigurisë ose financave në të njëjtën mënyrë si ju sot, provoni të jeni të durueshëm. Shënoni ato që po shkaktojnë frustrim ose frikë tani, këto janë çelësat që duhet të shqyrtoni dhe të punoni më tej për të ecur përpara. Peshorja, hëna e sotme ju inkurajon të përqendroheni tek rutina juaj, puna dhe shëndeti. Ky është një moment i mirë për të vendosur gjërat në rregull dhe për të sjellë jetën tuaj në rrugën e duhur. Megjithatë, ndërsa dita avancon, mund të ndjeni se është sfiduese të shprehni drejt për drejt atë që dëshironi. Marrëdhëniet me partnerin ose kolegun mund të mos jenë të thjeshta, dhe nëse shqetësoheni për çështje financiare, krijoni një plan për të krijuar një plan. Nuk është dita më e mirë për veprime konkrete, por mund të përqendroheni tek nevoja për strategji dhe reflektim. Me Venus, planetin tuaj sundues, në opozit mund të mos shihni gjërat njësoj me një person të rëndësishëm në jetën tuaj. Por kjo është një situatë kalimtare. Ndërkohë, mund të zbuloni ose të fokusoheni tek një nevojë apo frikë që nuk e keni njohur më parë tek vetja. Çfarëdo që të ndodh, po mësoni më shumë për veten përmes marrëdhënieve, dhe ky është një moment për të riparuar dhe për të rritur vetdijen tuaj. Akrepi, hëna e sotme ju inkurajon të përqendroheni më shumë tek jeta juaj personale. Të shprehni veten dhe të kënaqeni me aktivitete që ju japin gëzim mund të jetë një nxitje e madhe për energjinë tuaj. Mund të zgjidhni të largoheni pak nga obligimet e jashtme për të përqendruar tek marrëdhëniet e dashurisë ose për të shijuar kohën tuaj personale dhe hobet krijuese. Megjithatë, ndërsa dita avancon, një opozit Venusi mund të nxjerrë në pasiguri. Kjo është gjithashtu një mundësi e mirë për të vëzhguar sjelljet që ju pengojnë të ndiqni qëllimet tuaja. Kujdes, mos jeni tepër kritik me veten. Ndërsa nuk duhet të shmangni përgjegjësitë, mos I merrni ato aq seriozisht sa të humbni veten. Nëse mendimet tuaja luhaten midis optimizmit dhe pesimizmit, përpiquni të qëndroni në mes, aty ndodhet e vërteta. Shigjetari, aktivitetet e rehatshme dhe të njohura sot mund të përmirësojnë humorin tuaj. Hëna e sotme ju inkurajon të investoni më shumë energji në jetën familjare, në kohën e lirë dhe në gjërat që ju japin rehati. Megjithatë, ndërsa dita avancon, një opozit Venusit mund të sjellë konfuzion, sidomos për sa I përket miqësive, dashurisë ose projekteve të zemrës suaj. Njerëzit mund të jenë të tërhequr, të distancuar ose të sillen në mënyra që ju bëjnë të dyshoni tek ata. Në këtë moment, nuk keni shumë qartësi se kë ose çfarë vlerësoni. Për këtë arsye, është më mirë të kontrolloni veprimet që mund t'ju sjellin pendim më vonë, si vendime të nxituara në marrëdhënie ose shpenzime impulsive. Bricjap, hëna e sotme ju inkurajon të sfidoni veten në mënyrë të butë përmes të mësuarit, komunikimit dhe lidhjes me të tjerët. Ky është një moment I mirë për të zhvilluar aftësitë tuaja të komunikimit dhe për të ndjerë më I vetëdijshëm për nevojat dhe pikpamjet e të tjerëve. Ju mund të ndiheni të tërhequr nga kurreshtja dhe dëshira për të marrë informacion. Shënoni çdo gjë që vjen sot, por bëni kujdes të dalloni çfarë është e dobishme dhe çfarë mund të lërë pas dore. Ndërsa dita avancon, një tranzit Venusit mund të errësojë mënyrën se si ndiheni për një situatë. Mund të ndiheni më të ndjeshëm dhe të interpretoni gabimisht disa çështje, ose të hasni mosmarrëveshje mbi vlera apo konceptet e dashurisë.
por mos u shqetësoni. Këto momente mund të hapin plagë të vjetra dhe pikërisht aty qëndron mundësia për shërim. Ujor, hëna e sotme ju inkurajon të përqendroheni tek nevoja juaj për stabilitet, siguri dhe një ritëm të qëndrueshëm. Dëshira për të vendosur rrënjën dhe për të ndjerë qetësi është e fortë. Sot është një moment i mirë për të punuar mbi vetëpranimin dhe për të përqafuar veten ashtu si jeni, ndërsa dita avancon, Venus hyn në opozit dhe mund të shfaqen pasiguri ose plagë të vjetra. Por pikërisht këto momente mund të sjellin një pikë kthese të rëndësishme. Aktivitetet e tokës, të qeta, të njohura dhe të ngushëlluese janë më të përshtatshme. Keni kujdes me fjalët sot, pasi ato mund të shkaktojnë probleme ose reagime mbrojtëse. Shikoni çdo situatë si një mundësi për të mësuar dhe për të rritur, edhe nëse është pak e pakëndshme. Kujdes, mos e mbani brenda atë që ndjeni, sepse vetëm do të zgjat problemet. Por gjithashtu prisni dhe shikoni se si rrjedh historia, ka më shumë se ajo që duket në sipërfaqe. Pesh, hëna sot në shenjën tuaj, sidomos duke u lidhur me nyjen e veriut, ju inkurajon të eksploroni dhe zhvilloni pavarësinë tuaj. Sot ndiheni më shprehës dhe gjeni forcë duke qenë vetë mjaftueshëm, ndërsa dita avancon, mund të përballeni me çështje të ndërlikuara. Disa situata mund të ndezin ankth ose ndjenja faji, por bëni çmos që këto emocione të mos ndikojnë në vendimet tuaja. Një opozit Venusi që po afrohet ndihmon duke nxjerrë në dritë fushat problematike. Ky është hapi i parë drejt riparimit dhe shërimit. Sot mund të jetë e vështirë të shihni vlerën e vërtetë të njerëzve, situatave apo gjërave materiale. Ndonjëherë i egzagjeroni ato, ndonjëherë harroni çfarë është me të vërtetë e rëndësishme për vendimet e mëdha. Është më mirë të prisni dhe të vlerësoni situatën me qetës.